Mirë se erdhët. Sot do t'i futemi një prej praktikave më të themelore, por edhe më të thella shpirtërore në Islam, namazit. Dhe nuk do ta shohim thjesht si një ritual, por siç është në të vërtetë, një lidhje drejt për drejt me krijuesin. Le ta pranojmë, jeta moderne është e mbushur me zhurmë, stres, shpërqendrime pafund. Të gjithë kërkojmë një moment pauze, një lloj strehe për shpirtin ton, dhe pyetja mbetet, ku mund të gjendet paqja e vërtetë mes gjithë këtij kaosi? Për miliona njerëz në mbar botën, përgjigjja gjendet pikërisht këtu. Namazi përkufizohet si lidhja më intime dhe më direkte mes njeriu dhe Zotit, si shtylla e dytë e Islamit, menjëherë pas dëshmisë besimit, ai është le të themi themeli i jetës së një besimtari. Në rregull, le t'i futemi pak historisë. Ajo që e bën namazin kaq të veçantë nuk është vetëm rëndësia e tij, por edhe mënyra se si u urdhërua. Dhe prejardhja e tij është vërtet unike. Dhe ja ku është pika kyçe. Urdhri për faljen e namazit nuk erdhi përmes një engjëlli në tokë, si shumica e shpalljeve të tjera. Jo, ai u dha drejt për drejt profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, gjatë udhëtimit të tij të mrekullueshëm qiellor i njohur si Isra dhe Miraj. Kjo ndodhi rreth vitit të 10 të misionit të tij dhe jep namazit një status absolutisht të jashtëzakonshëm. Dhe këtu gjërat bëhen edhe më interesante. Urdhri fillestar nuk ishte për 5 namaze. Ishte për 50. Po, 50 namaze çdo ditë. Imagjinojeni pak. Kjo tregon rëndësinë absolute që i jep ai kësaj lidhje të vazhdueshme me Zotin. Por historia nuk mbaron këtu. Pas këshillës së profetit Musa, profeti Muhammed kërkoi lehtësim për ummetin e tij dhe urdhri u reduktua në 5 namaze ditore. Por, me një premtim të mrekullueshëm, shpërblimi do të mbetej sa për 50. Kjo histori, në vetvete, është një ilustrim i shkëlqyer i mëshirës hynore. Pra, e kuptuam prejardhjen e tij madhështore. Tani, le të zhvendosemi tek pyetjet thelbësore. Pse falemi? Cili është qëllimi i thellët pas këtij adhurimi? Dhe, natyrisht, si kryhet ai në praktik? Së pari, le të shohim dimensionin shpirtor. Mendojeni namazin si një pastrues për zemrën. Është ushqimi për shpirtin, që forcon besimin ose imanin. Pikërisht në ato momente lutjeje, njeriu gjen një qetësi të thellë dhe kultivon durimin për të përballuar sfidat e jetës. Dhe kjo nuk është thjesht një ndjenjë subjektive. Kurani konfirmon këtë në mënyrë të prerë. Siç e shohim në këtë ajet, përmendja e Zotit që është thelbi i namazit është burimi i vërtetë i paqes dhe qetësisë shpirtërore. Por nuk mbaron me kaq. Përtej përfitimit shpirtëror, namazi ka një ndikim të drejtë për drejtë në kompasin ton moral. Ai funksionon si një mburojë, duke e ndaluar besimtarin nga veprat e këqija dhe imoraliteti. Kjo disiplinë, e përsëritur 5 herë në ditë, ndihmon në edukimin dhe formimin e një karakteri të ndershëm. Përsëri, ky koncept është i rrënjosur thellë në shpalljen hynore. Ky ajet tregon qartë se funksioni i namazit është aktiv. Ai është i mjet mbrojtës që ruan sjelljen e individit në jetën e përditshme. Dhe së fundi, ka arsye shumë praktike që lidhen me jetën tonë. Namazi e strukturon ditën duke e ndarë atë në intervale të shenjta. Këto pauza të rregullta na shkëpusin nga rrjedha e pandalshme e punës dhe angazhimeve, duke na detyruar të ndalemi dhe të rikthejmë fokusin ton tek ajo që ka vërtet rëndësi. Dhe kjo strukturë ja si duket në praktik. E kemi të ndarë në 5 kohë të caktuara. Nga agimi i hershëm me sabahun deri në errësirën e thellë të natës me gjatësinën. Çdo namaz ka kohën e tij specifike, duke krijuar kështu një ritëm shpirtëror gjatë gjithë ditës. Tani, si përgatitemi për këtë takim të veçantë? Ka disa kushte thelbësore që duhen plotësuar. Këto përfshin pastërtinë rituale, pra abdesin, veshje të pastër, drejtimin nga kibla në Mekë, sigurinë që ka hyrë koha e duhur për atë namaz dhe më e rëndësishmja nga të gjitha, niyeti, qëllimi i sinqertë në zemër. Vet namazi ka disa shtylla, pra pjesë themelore pa të cilat ai nuk është i vlefshëm. Këto janë, le të themi, pjesët e patjetërsueshme. Qëllimi dhe tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë për të lexuar suren El Fatiha, përkulja në ruku, përulja plot në sejdë dhe në fund ulja përfundimtare dhe dhënia e selamit. Por a është namazi thjesht një sekuencë lëvizjesh fizike? Absolutisht jo. Thelbi vërtet i tij qëndron shumë më thellë në gjendjen e brendshme të adhuruesit. Le të flasim për qëndrimin. Fjala kyçe këtu është hushu. Çfarë do të thotë? Do të thotë përulje, devotshmëri, prania e plotë e zemrës dhe mendjes gjatë namazit. Një namaz pa hushu është si një trup pa shpirt.
Ky përqendrim buron nga kuptimi i fjalëve që themi, nga qetësia gjatë kryerjes së lëvizjeve dhe nga sinqeriteti plot ndaj Zotit. Edhe sa i rëndësishëm është ky përqendrim? Vetë Kurani e lidh shpëtimin e vërtet të besimtarëve me aftësinë e tyre për të qenë të përulur dhe të përqendruar në namazet e tyre. Pra nuk është diçka anësore, por thelbësore. Në rregull, nëse falja e namazit sjell kaq shumë dobi, çfarë ndodh kur ai lihet pas dore? Pasojat shpirtërore janë serioze. Burimet flasin për një errësim të zemrës, humbje të bekimit dhe bereqetit në jetë dhe një dobësim gradual por të sigurt të besimit. Dhe për ta kuptuar sa serioze është kjo çështje, mjafton të dëgjojmë të thënie të profetit. Lënia e namazit konsiderohet si vija ndarëse mes besimit dhe mosbesimit. Kjo tregon se sa thelbësor është ai për vetë identitetin e një muslimani. Tani, le ta ndryshojmë këndvështrimin dhe ta mbyllim duke u rikthyer tek ndikimi pozitiv. Namazin nuk duhet parë kurrë si një detyrim i rënd. Ai duhet parë si një mjet shpëtimi dhe forcimi. Dobitë e tij ndihen në çdo aspekt të jetës së përditshme. Pra, pika thelbësore është kjo. Një jetë me namaz të rregullt sjell qetësi mendore, sjell disiplinë, një standard më të lartë moral, forcë për të përballuar sprovat dhe mbi të gjitha një ndjenjë të vazhdueshme të lidhjes me Krijuesin. Ai është, si të thuash, spiranca jon në oqeanin e jetës. Dhe kjo na lë me një pyetje përfundimtare për të reflektuar. Duke parë gjithçka që ai ofron, nga qetësia shpirtërore tek struktura morale, a është namazi vërtet një barkë që duhet të mbajtur, apo është një dhuratë dhe një shpëtim që na është ofruar? Përgjigja, në fund të ditës, gjendet në përvojën e secilit.